Ndaj saj është ngritur një akuzë që në vitin e shkuar, jo për vjedhje, jo për korrupsion dhe gjësendi tjetër të lidhur me ndonjë sken krimi apo flagrancë në kryerjen e një vepre të rëndë penale, po vetëm për dyshimin e arsyeshëm se në cilësinë e ish-ministres infrastrukturës dhe energjisë ka kryer veprën penale pa barazi në tendera publik. 6 vite më parë, bazuar në disa mesazhe të gjetura vite më vonë në celularin e një ish drejtori. Dhe mbi këtë fakt, ende krejt të pahetuar aso kohë, por si rëndom të servir më parë përmes korrierësh që hynë e dalin të kuzhina e stacionit trenit, si gjellë qensh në 700 tenxheret e gjyqit politik dhe mediatik, u vendos fillimisht me një turavrap të pakuptueshëm nga prokurori dhe gjykatësi i seancës paraprake, pezullimi i antares së kabinetit qeveritar. Një masë absurde që siç e kemi shpjeguar më parë, pezulloi faktikisht funksionin, jo thjesht personin. Prandaj edhe nuk ka ndodhur kurrë dhe askund tjetër në botë një budallëk i kësaj natyre.